Vetëm Zoti e di se me çfarë guri në zemër unë vi për në këtë godin kur del drita e ditës së 21 janarit. Është një gur që bëhet gjithnjë më i madh dhe që më tregon përmes një sekëldije të madhe se sa më i madh bëhet në çdo 21 janar zhgënjimi juaj të dashur familjar të 4 dëshmorëve, hidërimi juaj, pengu juaj për mosardhjen e drejtësisë. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. Ndërsa për ju familjarët e dëshmorëve të 21 janarit, 15 vjetët e këtij boshllëku të pangushëllueshëm janë sa një jetë e tërë e jetuar në ankth, dëshpërim dhe poshtërim. Atyre ndër ju që ishin gjyshër, u ka ardhur koha për t'u bërë stërgjyshër. Atyre që ishin fëmijë, u ka ardhur koha për t'u bërë prindër. Ndërsa atyre 4 pjesëve të shpirtit tuaj, të cilave u janë tretur trupat nën dhe, nuk u ka ardhur koha ende të prehen qetë. Sepse as përmbysja e sistemit vjetër të drejtësisë, as pavarësimi i pushtetit gjyqësor, dhe as rënja e kultit të pandëshkueshmërisë së individëve të veshur me pushtet politik nuk kanë mjaftuar gjermësot për ta zhdukur hijen e padrejtësisë mbi 21 janarin. Nuk ka mjaftuar as vendimi rënqethës i gjykatës së drejtat njeriut në Strasburg më shumë se sa 2 vjet më parë, që prokurorët special të kësaj republike t'ja kishin kërkuar deri tani gjykatës speciale drejtësinë për 4 vrasjet shtetërore të 21 janarit, ndërkohë që në emër të drejtësisë dhe vetëm të drejtësisë së barabartë për të gjithë dhe të barazisë së secilit përpara ligjit, prej plot 6 vjetësh, ne u bëjmë atyre veç duvara dhe hosanara dhe u paguajmë rroga ku e ku më të larta se sa vetes dhe vetë presidentit Republikës, pa llogaritur justifikimin me durim dhe në heshtje nga ana jonë të gabimet të tyre nga njëherë teje shqetësuese, si gabimet rritjes së një institucioni të ri dhe jetik për shtetin e së drejtës. Por halli është se sa herë vjen kjo ditë kujtimesh tragjike për ju, familjarët e 4 dëshmorëve të 21 janarit dhe për ne, miqt e dashamirët tuaj, vijnë mbi kurrizin ton edhe gurët e mllefit dhe të mërzisë së shumë kujt në këtë vend që me plot drejt ndihet i tradhtuar në pritjen e vet pafundme për drejtësi, ndihet i përdorur në besimin e vet tek drejtësia e re dhe ndihet i përbuzur në nevojën e vet që drejtësia për 21 janarin të vihet në vend. Unë i mirëkuptoj plotësisht dhe nuk e pretendoj mirëkuptimin reciprok prej atyre që çnuk komentojnë dhe akuzojnë me gishtin e ngritur në drejtimin ton dhe drejtimin tim posaçërisht kur vjen fjala për pandëshkueshmërinë që mban peng 21 janarin. Por u them se unë ndjehem po njësoj i zbrazët në shpirt dhe i dobët në pozitë, kur shoh se si kaloi dhe një vit tjetër dhe 21 janari rierdhi. Përsëri
me hijen përqeshse të padrejtësisë madhe mbi shpinën e vetë. Sot, burgjet e Shqipërisë mbajnë me taksat e shqiptarëve më shumë të paraburgosur, do me thënë njerëz të plasur në përqeli pa gjyq, sesa njerëz dënuar me vendim gjykate të formës prerë. Dhe një pjesë e madhe të paraburgosurve janë viktima të karshillëkut hatashëm ndaj lirive dhe drejtave të njeriut, nga ana e prokurorëve të çdo niveli dhe gjykatësve që shpesh i vjen nga mbrapa prokurorit si delja dashit përçor. Një panoramë trisht e një drejtësie të dhunuar, ku 21 janari është ana tjetër e medaljes, ajo e drejtësisë së vonuar. Me përgjegjësit kryesor të tragjedisë që mezi u thirrën për t'u pyetur për herë të parë muajt e fundit, pas thuajse 15 vjetësh se 15 vjet bëhen sot. Unë e kam ditur dhe e kam thënë, është në shumë kronika apo intervista, që në kryet herës se 21 janari si një krim shtetëror hyn tek ajo kategori krimesh për cilat historia na mëson se drejtësia vonon shumë. Por ama nuk haron kurrë. Është shumë interesante historia e krimeve shtetërore, sepse nuk rezulton asnjë krim shtetëror i pandëshkuar. Por, nga ana tjetër, është shumë evidente në analet e asaj historie se sa shumë vonon ndëshkimi për një krim shtetëror. Por ama edhe me orvatjen për të gjetur ngushëllim tek historia e botës demokratike ndaj krimeve shtetërore, nuk e kam menduar, them të vërtetën, që reforma në drejtësi, për cilën 21 janari si nevojë prioritare e jona për drejtësi, ka qenë njëri prej burimeve të energjisë dhe të vendosmërisë sonë për ta çuar përpara të reformë. Dhe pastaj strukturat e reja speciale, krejtësisht të pavarura që u krijuan në kuadrin e reformës drejtësi, nuk do të ngrinin, e pa imagjinueshme për mua, asnjë akuzë vërtet për 21 janarin, as pas 15 vjetësh nga vrasjet mizore në bulevardin kryesor të Shqipërisë.